Një ngjarje e rëndë tronditi sot Shqipërinë. Efektivi i policisë së shtetit Enea Mekolli ra sot në krye të detyrës, teksa ishte pjesë e një operacioni policor për kapjen e një personi në kërkim, ndërsa në ngjarje u plagos rënd edhe një tjetër koleg i tij efektiv, Edison Adri. Personi që po kërkoi për t'u arrestuar dhe autori i vrasjes e plagosjes së dy efektivëve, Violant Braçellari, 43 vjeç, ishte i dënuar më herët për trafik droge dhe kultivim kanabisi. Ai ndodhej i fshehur në një zonë malore në Lozhan të Maliqit të Korçës. Rreth orës 7:30 minuta të mëngjesit të sotëm, forcat e policisë rrethuan zonën dhe i bën thirrje të dorëzohej 43 vjeçarit, por ai hapi zjarr ndaj tyre, duke shkaktuar vdekjen e efektivit dhe plagosjen e kolegut të tij. Gjatë shkëmbimit të zjarrit, Braçellari është plagosur dhe më pas është arrestuar. Efektivi i policisë i plagosur u transportua drejt Tiranës me helikopter për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore. Ngjarja solli reagimet menjëhershme. Kryepolici Skënder Hitaj tha se sot është një ditë shumë e rëndë për policinë e shtetit. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari dënoi aktin, teksa kryeministri Edi Rama e shpalli viktimën dëshmor të Adheut, duke kërkuar ndëshkim maksimal për autorin. Vetë kryepolici Skënder Hitaj zbarkoi sot në Korçë për të bërë një bilanc të detajuar të asaj që ndodhi. Ndërkohë nëna e Violant Braçellarit, autorit të vrasjes së efektivit të forcave shqiponja gjatë operacionit të sotëm, u shoqërua në komisariatin e Korçës për t'u marrë në pyetje nga grupi hetimor. Braçellari kishte përshtatur stanin e tij për të jetuar për një periudhë të gjatë, duke krijuar kushtet e nevojshme të qëndrimit. Aty mbaheshin armëzjarri e municion luftarak dhe autori jetonte vetëm me nënën e tij. 43 vjeçari është një ish ushtarak me rrezikshmëri të lartë edhe për banorët e zonës. Zvërnetësi vijon të dominoj debatin publik në Shqipëri. Por jo vetëm. Kundërshtimi ndaj projektit turistik në zonë është zgjeruar për te i vendit. Diaspora shqiptare në disa shtete europiane ka paralajmëruar protesta e tubime mbështetëse për mbrojtjen. Sipas njoftimeve të fundit që po qarkullojnë në rrjetet sociale, manifestime të ndryshme priten në qytete si Londra, Haga, Stockholmi, Madridi e Vjena. Aktivistë dhe pjesëmarrës kërkojnë më shumë transparencë nga qeveria për projektin që parashikohet të zhvillohet në zonën e Zvërnetësit dhe Nartës. Kundërshtarët e këtij projekti argumentojnë se zhvillimi i planifikuar mund të ndikojë në ekosistemin e lagunës së Nartës, një nga zonat më të rëndësishme natyrore në vend e njohur për biodiversitetin dhe praninë e flamingove. Ndërkohë protesta po shndërrohet në një kaos që po mobilizon qytetarë brenda dhe jashtë vendit, duke e kthyer çështjen e Zvërnetësit në një nga temat më të diskutuara të momentit. Sipas një artikulli të publikuar nga Daily Mail, projekti i zhvillimit turistik në ishullin Sazan nga Ivanka Trump dhe Jared Kushner po përballet me kundërshtime në rritje nga ambientalistë dhe aktivistë në Shqipëri. Projekti parashikon ndërtimin e resorteve luksoze në Sazane në zonën e Zvërnetësit me investime që synojnë të tërheqin turizmin elitar. Kritikët argumentojnë se zhvillimi mund të dëmtojë ekosisteme të rëndësishme natyrore dhe trashëgiminë mjedisore të zonës. Artikulli në Daily Mail përmend protestat e zhvilluara kundër projektit dhe citon ekspertë të mjedisit që paralajmërojnë për pasoja afatgjata në habitatet bregdetare. Ndërkohë, sipas Daily Mail, kryeministri Edi Rama ka mohuar se projekti do të dëmtojë mjedisin. Po ashtu artikulli thekson se SPAK po shqyrton disa vendime dhe ndryshime të statusit të mbrojtjes së zonës që i hapën rrugë zhvillimit turistik. Në këtë artikull Daily Mail i referohet kryeministrit Edi Rama si një autokrat që po drejton Shqipërinë. Ndërkohë protestat në Tiranë vijojnë çdo ditë përpara kryeministrisë për një kaos tashmë shumë më të gjerë se sa Zvërnetësi. Seanca e sotme plenare në parlament u dominua nga debati për projektin turistik në Zvërnetës dhe protestat kundër tij. Seanca nisi me 1 minutë heshtje në nder të efektivit policisë Enea Mekolli, i vrarë në krye të detyrës ditën e sotme. Opozita kërkoi praninë e kryeministrit Edi Rama dhe akuzoi qeverinë për dhunë ndaj protestuesve. Kryedemokrati Sali Berisha deklaroi se ndaj qytetarëve janë përdorur topa ujë dhe e cilësoi të papranueshëm një aktivitet paralajmëruar nga socialistët në Vlorë, të cilin Berisha e quan anti-miting. Ndërkohë Erald Kapri nga Mundësia kërkoi shpjegime për atë që Rama e ka quajtur luftë hibride dhe kërkoi dorëheqjen politike. Nga ana tjetër Taulant Balla mohoi se bëhet fjalë për antimiting në Vlorë, pretendimi Berishës, duke thënë se Partia Socialiste po organizon vetëm festimet e 35 vjetorit të saj. Ndërkohë Ardit Bido akuzon opozitën për hipokrizi, duke thënë se nuk reagoi kur nisën zhvillimet në terren. Në debat u përfshin edhe Ina Zhupa, që kundërshtoi projektin në Zvërnetës, si edhe Redi Muçi, i cili kërkoi dorëheqjen e qeverisë dhe kritikoi si Ramën ashtu edhe Berishën. Mirëpo mazhoranca u bëri të qartë të gjithëve në seancën e sotme plenare, pavarësisht mungesës të parit të tyre, kryeministrit Edi Rama, se projekti në Zvërnetës do të realizohet, pasi sipas tyre një projekt të tillë Shqipëria nuk e ka luksin ta humbas. Senati Amerikan pritet të avancojë sot procedurën për konfirmimin e Eric Wentz si ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Kandidatura e propozuar nga presidenti Donald Trump do të shqyrtohet në Komitetin për Marrëdhëniet me Jashtë përpara votimit përfundimtar në Senat. Nëse miratohet, Wentz do të jetë ambasadori i parë i plotfuqishëm amerikan në Tiranë që pas largimit të Yuri Kim në vitin 2023. Gjatë dëgjesës në Senat, ai vuri theksin te mbështetja për SPAK-un, lufta kundër korrupsionit dhe goditja e krimit të organizuar, duke vlerësuar bashkëpunimin me FBI-n dhe agjencitë amerikane. Wentz ka një profil të veçantë ushtarak
SPAK me mbi 34 vite shërbim në ushtrinë amerikane dhe eksperiencë në forcat speciale Green Beret dhe strukturat e NATO-s, emërimi i tij shihet si sinjali një angazhimi më të fortë të Washingtonit në Shqipëri, veçanërisht në çështjet e sundimit të ligjit, reformave institucionale dhe luftës kundër korrupsionit. Për shumë analistë, ardhja e tij mund të shënojë rikthimin e një pranie më aktive amerikane në zhvillimet politike të vendit. SPAK ka sekuestruar një vilë në resortin White Rocks në Dhërmi për të cilën dyshon se është në pronësi indirekte të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas SPAK-ut, hetimet kanë nxjerrë dyshime të reja ndaj Ballukut për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, përveç akuzës ekzistuese për shkelje të barazisë në tender. SPAK pretendon se vila me vlerë rreth 145.000 euro është përfituar në këmbim të favorizimit të kompanisë Eurocall në një procedurë prokurimi të zhvilluar nga Alp Control. Sipas hetuesve, për të fshehur pronësinë reale të pasurisë janë përdorur veprime juridike të dyshuara si fiktive dhe persona të tretë, mes tyre edhe ish futbollisti i kombëtares shqiptare Iglitare. Ky i fundit u paraqit sot dhe u mor në pyetje për mbi 5 orë në SPAK, ku edhe ju komunikua statusi i personit nën hetim për dyshime mbi pastrimin e parave. Pasi doli nga SPAK-tare, nuk pranoi të bënte asnjë deklaratë për mediat që e prisnin. Autoritetet thonë se hetimet janë ende në zhvillim, edhe se të gjitha dyshimet mbeten për t'u provuar në gjykatë, ndërsa çdo person gëzon prezumimin e pafajësisë deri në një vendim të formës së prerë. Biznesmeni Pullum Gjoka i pandehur në dosjen Metamorfoza të zbardhur nga komunikimet në Sky ECC ka dëshmuar sot për herë të parë në gjykatën e posaçme, duke mohuar të gjitha akuzat ndaj tij. Ai deklaroi se po gjykohet mbi thashetheme dhe perceptime publike, jo mbi prova konkrete dhe se ndodhet në paraburgim prej 3 vitesh pa bazë të fortë provuese. Gjoka kundërshtoi interpretimin e përgjimeve të Sky ECC, duke thënë se nuk ka asnjë provë shkencore që e lidh atë me këto komunikime dhe se identifikimi i kodeve është i pasaktë e kontradiktor. Ai theksoi se ndaj tij nuk ekziston asnjë komunikim për vrasje, apo përgatitje krimesh, ndërsa akuzat i cilësoi të ndërtuara mbi kallëzime të dyshimta dhe hetime të njëanshme. Sipas dosjes, ai akuzohet për përfshirje në organizatë kriminale me disa vepra të rënda, por Gjoka i ka mohuar kategorikisht këto pretendime në sallën e gjyqit. SPAK ka dhënë sot pretencën për një fraksion të dosjes revanshi, duke kërkuar në total rreth 98 vite e 6 muaj burg për disa të pandehur të dyshuar për përfshirje në grupe kriminale. Të akuzuarit mes tyre Aldo Avdyli, Edson Jozvik, Heneri Gert Mitri, Altin Morina, Jozi Kraja, Durim Bami dhe Oltion Zefi, përballen me akuza si sigurim kushtesh për vrasje, kultivim kanabisi dhe pjesëmarrje në organizat kriminale. Dënimet e kërkuara variojnë nga 9 deri në 21 vite burg sipas rolit të secilit. Hetimet lidhen me operacionin revanshi, ku në maj 2024 u goditën 7 grupe kriminale dhe u lëshuan 50 urdhra arreste si dhe u sekuestruan pasuri me vlerë rreth 4.5 milion euro, përfshirë parakesh, armë dhe automjete luksoze. SPAK thot se grupet kishin lidhje mes tyre për plasje dhe aleanca për eliminime, duke përfshirë edhe figura të njohura të botës së krimit dhe disa ish zyrtare efektiv policie. Gjykata e posaçme i ka kthyer sot SPAK-ut për plotësim dosjen ndaj ish-kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi. Gjykata e posaçme i ka lënë 2 javë fat prokurorit të çështjes për të sqaruar pse akuza është ndryshuar nga shkelje e barazisë në tender në shpërdorim detyra. Hetimi lidhet me procedura prokurimit të Bashkisë së Kavajës, ku sipas auditimit të KLSH-s, dyshohet se i është shkaktuar shtetit një dëm ekonomik prej rreth 33 milion lekësh. Kontrolli evidentoi parregullsi në të paktën 12 tender përfshir projekte rrugësh, rikonstruksione dhe investime publike. Sipas gjetjeve, në disa raste janë skualifikuar operatorët me ofertat më të ulta, ndërsa janë shpallur fitues kompani me oferta më të larta, duke sjellë pasoja financiare për buxhetin. Dosja e nisur që në vitin 2015 pas kallëzimit të KLSH-s, u riaktivizua vitin e kaluar me urdhër të GKK-s për hetime të mëtejshme. Vendimi i fundit nuk lidhet me fajësinë e Roshit, por me sqarimin e bazës ligjore të akuzës, ndërsa gjykata do të vendosë më pas për vijimin e procesit. Gjykata kushtetuese rrëzon kërkesën e shoqatës për drejtësi sociale, e cila kundërshtonte udhëzimin që ndalon qarkullimin e patinave elektrike dhe mjeteve të ngjashme në rrugët urbane dhe trotuarët. Kërkesa nuk është pranuar për shqyrtim në seancë gjyqësore, duke u rrëzuar në fazën paraprake të procesit. Me këtë vendim mbetet në fuqi ndalimi i përdorimit të patinave elektrike në hapësirat publike, si edhe refuzohen kërkesat për pezullimin e aktit dhe kthimin e mjeteve të sekuestruara. Gjykata ka vlerësuar në këtë fazë se nuk ka bazë për ta çuar çështjen në shqyrtim të plot, duke lënë në fuqi masat e autoriteteve për sigurinë në rrugë. Shqipëria po përjeton një ndryshim të shpejt demografik, ku popullsia po plaket më shpejt se parashikimet fillestare. Sipas të dhënave të Instat, më 1 janar të këtij viti mosha mediane në vend ka arritur në 45 vjeç, që do të thotë se gjysma e popullsisë është mbi këtë moshë dhe gjysma nën të. Në vetëm një vit ky tregues është rritur me rreth 7 muaj, ndërsa krahasuar me vitin 2014 rritja është rreth 10.8 vite. Në të njëjtën periudhë Bashkimi Evropian ka pasur një rritje shumë të ngadalt, duke e bërë Shqipërinë një nga vendet me plakjen më të shpejtë të popullsisë në Europë. Ky trend lidhet kryesisht me lindshmërinë e ulët dhe emigracionin e vazhdueshëm të rinjve, që po të kurrin grup
moshat aktive në vend. Si pasojë Shqipëria po humb popullsi të re dhe po rrit përqindjen e moshave të mesme dhe të vjetra. Sipas analizave, kjo prirje pritet të sjellë mungesë fuqie punëtore, presion mbi skemat e pensioneve dhe nevojë për riorientim të sistemit shëndetësor drejt kujdesit për moshat e treta, duke krijuar sfida të mëdha për ekonominë në afat të gjatë. Shërbimet e sigurisë së malit të Zi kanë dëbuar 87 shteta serb që kishin mbërritur me një fluturim charter në aeroportin e Tivatit vetëm një ditë para samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas mediave malazeze, grupi u kthye menjëherë në Beograd pasi autoritetet i vlerësuan si rrezik për sigurinë kombëtare. Disa prej tyre dyshohet se kanë precedent penal dhe lidhje me aktivitete të dhunshme, ndërsa gjatë kontrollit u sekuestruan pajisje komunikimi, pankarta dhe materiale të lidhura me Partinë Progresive Serbe. Autoritetet malazeze e lidhin rastin me dyshime për aktivitetet koordinuara dhe kërcënime hibride në prag të samitit, ku pritet pjesëmarrja e liderëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, shërbimet sekrete serbe kanë paralajmëruar për rreziqe sigurie në mal të Zi dhe kanë këshilluar presidentin Aleksandar Vučić të mos marrë pjesë në këtë samit, gjë që ka shkaktuar tensione të reja mes dy vendeve. Mali i Zi nga ana tjetër ka garantuar sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve dhe vijimin normal të samitit në Tivat. Ditën e sotme mbërritën liderët e parë si nga Ballkani Perëndimor ashtu edhe nga Bashkimi Evropian. Pavarësisht paralajmërimeve nga shërbimet sekrete serbe, presidenti Aleksandar Vučić zgjodhi të marrë pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Tivat. Ndërkohë, në mbërritjen e sotme për të marrë pjesë në këtë samit të rëndësishëm, presidenti francez Emmanuel Macron prit në aeroport nga presidenti vendas Jakov Milatović. Udhëheqësi suprem i Iranit Mojtaba Khamenei në një deklaratë të lexuar publikisht ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin se po përpiqen të përçajnë Iranin pas sipas tij një disfate shkatruese në konfliktin e fundit. Ai tha se strategjia e tyre synon të mbjellë dyshim, frikë dhe përçarje brenda shoqërisë iraniane. Deklarata u lexua në Teheran me rastin e përvjetorit të vdekjes së Ayatollah Khomeneit, ku u theksua nevoja për unitet dhe rezistencë ndaj propagandës së armikut. Ngjarja u shoqërua me pjesëmarrje simbolike dhe mesazhe politike të forta ndaj Perëndimit dhe Izraelit. Në të njëjtën kohë raportohet për zhvillime diplomatike në rajon ku Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një armëpushim të ri të ndërmjetësuar nga SBA. Marrëveshja parashikon ndalimin e zjarrit nga Hezbollahu dhe riorganizim të kontrollit në Libanin Jugor nga forcat shtetërore libaneze. Bisedimet synojnë stabilizimin e situatës në kufi dhe rifillimin e dialogut politik, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të vazhdojnë rolin e ndërmjetësuesit në negociata.